për publik. Kam debatu me Lornën, disa herë nuk jam absolutisht dakord me rolin që ajo ka zgjedh këtu, të pak viktimës. Kush mendon se del, jo kush do që të del. Kush mendoj pra, po ta mbaroj Ina, ta mbaroj apo ke kohë televizive ti? Ta mbaroj me vajzë. A jemi këtu për me bisedu? Patjetër, po të gjej. Besoj që për këtë arsye kam frikë Lorna do dale, por do doja që të dilte miri, sinqerisht, sepse nuk është më pëlqyer fare. Ti do doje që dilja unë? Jo, ti mua. Ina? Jo, nuk besoj. Por unë të desh të dilje ti. Pse ka që bindur me Ina? Unë s'jam kundra teje. Nuk jam kundra teje. Unë e kam dënu sjelljen, unë e kam dënu, prit. Për mu ka qenë një sjellje që nuk ishte për tu bo, nuk ishte për tu vepru në atë formë. Unë, si Juela, mendoj këtë. Dënua. Ama, vlaj madh, Lazar Finezi, publiku të shpëtoj, se si pas me edhe për situatën me Kesin ka shpëtu, edhe tani do të vazhdo shtilojen, ama nuk kam qenë kurrun, ajo si të kam prek moral. Të kam thënë, ke rol fort, ke hy me një rol, me një video, edhe ke thënë dhe ti veces do kisha dashkur me hy me atë video, edhe kam thënë pikërisht, kam thënë se je e fort, që ke hy ashtu, sepse do të përballësh gjithë shtëpinë. Ama unë nuk të prek të pjesa e moralit ty. Nuk të prek ke pjesa e moralit. Morali ka dalë me muhabete tjera. Dhe ti, pambarësisht gjithë shkaje, më ke sulmu, kur unë kam reagu, kur mu më janë thënë do fjalë, taljeje, kot, këte janë dhe, ti më ke thënë po, Juela, këte janë dhe, je fut edhe ti, për me dhënë mendimin tënd për mu. Edhe të kam thënë, Ina, unë të përkraha në fillim, nuk të sulmova. Kush nuk ka përkrah mua në këtë shtëpi tani? Ina, unë nuk të sulmova. Nuk po bëj hipokritën fare. Ina, fare. Janë kamrat. Unë kur nuk të kam ofendu ty nga pjesa e moralit. Kur? Ku ta kam thënë unë ofezën ty? Ma thuj. Nuk ta kam ofendu kur. Kur, Ina? Jo. Fare. E ke shumë gabim. Do më bësh fakte. Çfarë përfaqëson ti? Çfarë përfaqësoj unë? Si çfarë përfaqëson ti? Çfarë mendon ti se përfaqësoj? Në Big Brother ke hy në rolin e asaj që ti ishte një video që tregonte një moment. Që ke prishur pra një kopje teorikisht, ama ti ke treguar se një moment tregonte dy njerëz që kishin shkëmbyer një puthje. Ajo nuk përcakton asnjë rol, Juela, e para dëgjoj një herë. Ti më kthesh përgjigje, ti më bëre të dëgjosh. Jo, Ina, një moment. Pra ti pe një fragment video, dy njerëz që puthen, pra në rast që unë të kese. Ajo nuk përcakton të lutem, moj